shahi që është një aktor profesionist ku me rolet e tij ka bërë për vete këdo. Ai është pjesë e teatrit në qytetin e Gjilanit, ku ka interpretuar në disa shfaqje të njohura. Nën Zoma ishte i ftuar për herë të parë e që tregoi rreth verës së vitit 2025. Vera kaloi mirë si verë, kemi pasur si pushim, nuk kemi qenë shumë të angazhuar verë, sidomos muajin korrik edhe gusht, po vërtet është dashur edhe më shumë mush baterit, se kemi filluar me një vrull të madh, shfaqje të repriza, edhe me xhirime, edhe një shfaqje premier që i kemi, domethënë tash me 3-4 shfaqje në repertor, që janë ndryshme, plus prova, plus edhe me seriale me xhirime, domethënë që nganjëherë vim punë për 2 muaj sa për 1 vjet. Ai vjen nga një familje krejt artist e për emisionin Zon flet pak për këtë histori, e madje pohon faktin që kjo e ka shtuar përgjegjësinë e tij për të qenë më selektues e për të pas kritera. Kriteret edhe të ndjekin vetë, domethënë e krijon vetë kriterin edhe dihet, domethënë bas kolegëve, bas këto kriteri për teatr, edhe në teatr ka një kriter, po, edhe në seriale kam disa kritere që të disa luaj, të disa dështa kishe pas me hezitu, jo që me nënçmu apo diçka dhe ata e bëjnë punën e mire, kreti kam, po do me thonë, përcaktimi em është ndështa ma ndryshe se ndonjë kolegë apo kolegë. Në gjenerata e tretë jo me familje e aktorëve, do thonë babin e kam, aktor është pension, djelagjës babit edhe agja babit është një prej që ka hap teatrin këtu, teatrin e shqiptar në Shkup, do me thonë ka qenë themelusi teatrit shqiptar në Shkup, ka ardhur këtu. Ja, hapë teatrin e Gjilanit, do me thonë, në mënyrë profesionale që ka bërë. Djelagjës babit e kanë kry shkollimin babi, unë do me thonë jam gjenerata e tretë. Ky lloj kriteri edhe më përcjell pak, do me thonë bazë emrit familjes. Pjesë në role të ndryshme në film, seriale, po ashtu në magjin që ofron teatri. E dim që me i nda si me i vra, po Albani cilën e bën më me qejf. Teatri është, magji teatri është loj për një me, teatri është gjithçka, është çka i përket një aktorit, është teatri për një aktor, do me thonë. Vetëm ajo ndjesia, pasi të mbaron shfaqje, kur përshëndetesh para publikut, ajo ta jep krejt atë energji që ke akumulu dhe ke harxhu, ajo në fund ta shpërblen. Normal filmi është ma showbiz, është ma i popularizuar është, ma famë krijon me film, po edhe loja në film, të me thonë edhe e donë teknikën e vetë lojës, të me thonë, që janë të dyja, më bardhën, kër luaj shumë në teatr, merë malli për seriale, por do një film, kër luaj në seriale këthejmë, merë malli për teatr, të me thonë, mire thati, me këtë thanjë një dasi me i bra. Po në aspektin e pagesës, cili prej krejt këtyre që i përmendëm, i jep pare më shumë. Në teatr, faktikisht jemi me një rrogë modeste, e mirë në krahasim me Kosovë, është prej rroga, ndoshta më të mira i ka teatri prej institucione publike, domethënë, në që jemi këtu, po është një rrogë që me një koeficientin ndoshta më të lartë, po nuk është një rrogë që mundësh krejt një artistit mja plotsu gjanat e jetës, se për mes me pas, mes me lakmu me kërku diçka tjetër, në për seriale apo diçka tjetër. Nuk e di, në seriale, ndoshta pagush, për në seriale ki një kontratë, do me thonë, të epizoda, atë sa shfaqen sa epizoda i ke, do me thonë atë pagu, të nakshtu shkon. Në bazë epizoda, mundet me shku një serial me 20 epizoda, mundet me 30, mundet me 100 epizoda, dikur mbaron aja. Do me thonë, pagesat kanë qenë më të mira, do me thonë, në seriale, kanë qenë më të mira se kanë pas edhe tyrat edhe ka qenë produksion, faktikisht, do që është produksion bot për edhe biznes, art edhe biznes. E kjo na qenë karisja tjetër nga Albani që duhet patjetër ta dëgjone. Kemi gjeru një episodin e parë, Wi-Fi Kids është, tash presim me vazhdu me xhirime, kemi me dhonë episodin e parë, është në përngjarje në për shkolla me trime këto. E kam një rol aty që do t'jem standard,
më pëlqen puna edhe me nxanca me punu me fëmijë, se nuk jemi të bëllë shumë edhe për ta për me pa.